kur do të vendosen prangat për Erion Veliajn dhe Ariola Zozën. Boll më me gjakpyrësit e pasurive të shqiptarëve. Në një vend ku varfëria rritet çdo ditë dhe qytetarët përballen me papunësi, rritje çmimesh, mungesë shërbimesh dhe arrogancë institucionale, një dorë e padukshme vazhdon të grabisë pasurinë publike. Një dorë që ka emër dhe mbiemër, Erion Veliaj dhe Ariola Zoza. Në çdo cep të Tiranës ku ngrihet një kull, ku zhduket një park, ku cimentohet një hapësirë publike, atje gjen firmën e një krimi të bardhë, të veshur me kostum dhe të përcjellë me buzëqeshje cinike. Ky është modeli i Veliajt. Një njeri që e ka trajtuar kryeqytetin jo si një detyrë për të shërbyer, por si një plaçk personale. Dhe përballë këtij realiteti të frikshëm, njerëzit bëjnë pyetjen më të thjeshtë dhe më të drejtë. Kur do të vendosen prangat për Veliajn dhe bashkëshorten e tij, Ariola Zozën. Ariola Zoza, një emër gjithnjë më i përfolur për përfshirje në projekte të errëta me fondacione, projekte urbanistike, rrjete klienteliste e tendera që qarkullojnë në të njëjtat duar. Të gjitha këto nuk janë më thjesht hamendësime publike, janë kauzë qytetare për drejtësi. Kryetari i bashkisë nuk është i paprekshëm, ligji e parashikon shkarkimin. Përballë abuzimit, ligji është i qartë. Neni 62 i ligjit për vetë qeverisjen vendore parashikon qartë kur një kryetar bashkie mund dhe duhet të shkarkohet. Neni 62, shkarkimi i kryetarit të bashkisë. Kryetari i bashkisë shkarkohet në rast të shkeljes së rëndë të kushtetutës apo të ligjit. Dënimit penal me vendim të formës së prerë. Konfliktit të interesit të pasgjidhur. Mungesës së pajustifikuar për më shumë se 3 muaj. Nëse vjetra denoncime mediatike, dokumente të publikuara për konflikt të interesi, favorizime klienteliste, koncesione të dyshimta, shkatërim të pasurive publike dhe mungesë të transparencës nuk janë shkelje të rënda të ligjit. Atëherë çfarë janë? Në një vend normal, Këshilli Bashkiak do të kishte nisur procedurat për shkarkim që prej shumë kohësh. Por në Shqipëri, këshillat janë kthyer në nota servilizmi politik, jo në mbrojtës të interesit qytetar. Koha për veprim, populli është më i fortë se një njeri i vetëm. Nëse drejtësia nuk ka guxim të prek Veliajn dhe gruan e tij, populli duhet të jetë ai që ngrihet. Protestat nuk janë vetëm një akt simbolik, por një mjet i domosdoshëm për t'i kujtuar pushtetarëve që askush nuk është mbi ligjin, as kur fshehen pas fondacioneve e prit mediatik. Sepse ky nuk është më thjesht një debat për Veliajn, ky është një test i drejtësisë shqiptare. A ka Shqipëria drejtësi për të fuqishmit, apo vetëm për të varfrit? Prangat nuk janë hakmarrje. Janë detyrim ligjor. Kur një zyrtar vjedh, abuzon, shpërdoron fonde dhe përbuz ligjin, burgimi nuk është thjesht ndëshkim, është moral kombëtar. Populli shqiptar ka dhënë mjaft. Boll më me rilindje betoni dhe grupe të strukturuara korrupsioni që qarkullojnë pushtetin mes tyre si çelësa dhome. Erion Veliaj duhet të shkarkohet menjëherë nga detyra sipas Nenit 62. Dhe drejtësia duhet të bëjë punën e saj. Pa frikë. Pa vonesë. Pa kompromis. Sepse çdo ditë që ai rri në zyrë është një ditë tjetër që Tirana rënohet dhe Shqipëria humbet.